së bashku me kolegën Shirim Shaqiri, Irsat Kryeziu dhe unë, Alban Rashidi, kemë vazhduar prej Izvorit për me kalu afër fshatit Banjska, me vazhdu rrugën kryesore, edhe me u kthy në bazën e Kushtovë të Vllajisë. Edhe më kthy në bazë, në Kushtovë të Vllajisë. Kushtovë të Vllajisë. Mirë po, sa kemi arritur në fshatin Banjska, në saksisht të ura, në anën e djathtë që shpje rruga për fshatin Banjska, kemë vërejtur 2 kamion peshe rond, që kam bloku, ose kam barikadu urën. Kanë qenë më saksisht mbi urë parkum. Të dy paralel. Atë kemë vëzhgu fillimisht se a ka diçka të dyshimt, nuk kemë pa ndonjë lëvizje ose ndonjë person që lëviz, përveç ata 2 kamionat. Kolegët kanë tentu me lemu mënyrën me njëherë dhomën komanduse, pasi që unë kam qenë duke vozitur, dhe më thonë, mirë po ka pas probleme, nuk ka kaluar radiolidhja. Edhe kem pa të arsyeshme me vazhdu për ati lokacioni në një pozicion ose një lokacion tjetër ku mujna me kontaktu lirshëm me dhomën komanduse me dhënë informatën se ç'është ka ndodhur. Gjithashtu edhe me shiku rrugës deri në rrugën kryesore atje, sa kem ndonjë pengesë tjetër ose barikadë ose diçka të dyshimt gjatë rrugës kryesore që shpije prej Zveçanit, dhe më thonë Leposaviq, ose rrugës tonë që kemi shkue në bazë. Kemë vazhdu dhe në rrugë kryesore, nuk ka pas diçka të dyshimt, aty kemë arrit me kontaktu me dhomën komanduse, i kemë dhënë një informatën që 2 kamiona kanë bloku urën, hyrit. Momenti që ka ardhur rreshteri tashmë ndjer afrim bunjakë dhe më përshëndetër ashtu siç e përshkruajta. Në ato çaste, ndoshta jam larguar prej tij 3 ose 4 metra, nuk kanë jo më shumë. Nga ana e majt, ka ndodhur një shpërthim i papritur. Më njerë kam kuptu që jem plagos në krahun e majt. Falë, kur thoni shpërthim, me keni fjallën për çfarë lloj shpërthimit, të sqarojmë për gjykatën të Shpërthim shumë i madh. Shpërthim, thuaj se në mesin tonë, nuk e kem ditë se ka ardhur. Një eksplodim, dhe më thonë, një minë, ose nuk e di. Vetëm e di se kur e kam kthy kokën në anën e majt, kam pas zjan edhe timësi. Edhe kam pa vetën që jam i godit. Kam tentue që jam i godit në krah. Jam mundu me u shmang, me kalu në pozitë mbrojtëse në anën disa hapa në anën e djathtë. Aty afër një kamionete ka qenë në rrugë. Me njëherë ka ndodhur një shpërthim tjetër. Gjë që edhe rrymat e ajrit kanë përplas trupin tim. Aq afër edhe aq i madh ka qenë. Pavanuar shumë çështje sekondër, kam filluar gjuajtjet.
më armë zjarri. Kur kam fillu gjujtit, aty kem pa që ka gjujtje nga i tërë fshati. Nga 10 pozicione ka pas gjujtje me kalibra ose me armë të ndryshëm. Në ato momente, kem fillu me këty zjarin. Pasa kem lokalizu, dhe më thonë, nga po vinë gjujtjet. Mirë po. Në anën e majtë time, kam vërejt, që tash me rështeri Afrin Bunjaku, kam betur i shtrirë në shpinë, në pozicionin, si ka qenë në shpinë i shtrirë, dhe i gjakosur, nga qafa dhe ftyra, dhe i palëvizshëm. Aty, s'bashku me kolegën Mirsad Kryeziu, kem kërku, nga qlirimi, pasi që ishim koordinuar qëshirimi të afroj veturën në rast të diçka, ta sjell veturën aty, dhe të tërhekim rështerin nga i vend, pasi aty kishte gjujtje gjatë tërë kohës. Ashtu, qërimi ka dhez veturën, është nisë marë në drejtim tonë. Ose ka dalë prej asaj zonës ku e kanë parkuar në veturën që ka qenë pak si embuluar, ka dalë në dritë, e kanë godit në prellat të ndryshme, gjujtje të shumta, dhe e kanë ba lëvizën veturën të palëvizshme. Dëmtimet e mia kanë qenë, një goditje ka qenë, besoj që ka qenë nga mina, në krahun e majtë, pjesën mbrapa, ka pas goditje, aja prej edhe ka arrit prej këtujt, me dalë në krahëror para, për shfut në pjesën e gjoksit, dhe më është ndalër dikun këtë pjesën ofër zemës më përshkru pak më mirë. Një goditje tjetër, kam pas në kamën e djathtë, pjesën e mbrëmshme. Të dy goditje, dhe më thonë, janë plagë të hapëra. Në pjesën e pasme të shpinës, kam pas një goditje tjetër, po që fatmirësisht, ka dash zoti, që është ndaluar nga pjesa e buta antiplumit. Që nuk ka arrit me shpu antiplumin, me depërtu, mirë po, nuk ka dëmtu muskujt, ka bërë shtype shumë të madhe. Një prell tjetër ka godit pjesën e mesit. Në pjesën, më saktësisht të antiplumit, pjesën e fortë, të antishpërtimi i parë. Më saktësisht një shpërtimi i dytë ka qenë nga para. Më thonë, kur jem në pozicion drejtim të fshatit Banjska, më thonë ka qenë nga para, nga pjesa përparme. Shpërtimi i dytë. Ndërsa, gjuajtjet kanë ardhur nga i tërë fshati. Më konkretisht, pjesa përparme, ka qenë dhe manastiri, dhe ana e majtë. Vlen të cekë që në anën e majtë, kanë qenë i vendosur një snajperist, i cili ka shtynë gjatë tërë kohës. Dhe pozicioni i tij ka qenë shumë i rrezikshëm për neve. Dhe sipas meje, ai formacion nuk ka qenë veç nga kushdo, po ka qenë
formacion ushtarak, Vetëm pak, shibe, formacion, ai formacion. formacion ushtarak. Pasi gjithçka ka qenë e koordinuar. Gjuhëjtët kanë qenë me prera të ndryshme dhe kanë qenë shumë afër nesh. Për nga përvoja në trajnimet policore, Vetëm shënot pyetje, vetëm, po vazhdoni. na e dim që ato pregaditje, ato formacione, ato armë, nuk i kanë disa, themi, terrorist ose personat, grup i caktuar, i thjesht. Mirë po, për përdorimin e tyre duhet me pas trajnime të caktuara, por me pas një uri shumë tjera. Gjithë qarë, do më thonë, ka qenë e koordinuar. Nuk ka pas asnjë lëvizje të pa koordinuar. Kja e bën që ata kanë qenë një grupis mirë përgatitur. Ka pas një plan shumë të përgatitur mirë. Kështu e kanë fjallën, grup kriminal, i strukturuar shumë mirë. Dhe me persona, me një uri të ndryshme, të armëve. Sa aty është, si që kemë parë dhe më thonë, është gjuhëjtër edhe me raketa Hells, që raketa Hells i donë një hori, edhe një ushtari thjesht nuk di me përdorë.